Mirë se erdhët në udhëtimin tuaj astrologjik për datën 18 prill 2025. Sot yjet kanë një mesazh për çdo shenjë, për ata që kërkojnë përgjigje në dashuri, punë apo shëndet. Ky nuk është thjesht një horoskop, është një ftesë për vetdije, për të kuptuar veten, për të bërë zgjidhje që ndriçon rrugën tuaj. Qëndro me ne deri në fund, çdo fjalë mund të jetë një shenjë për ty. Dashi, puna. Sot mund të ndiheni pak të ngarkuar me detyra, por do të arrini të menaxhoni gjithçka me energjinë tuaj tipike. Dashuria. Komunikimi me partnerin është çelësi i ditës. Beqarët mund të ndjejnë një tërheqje të papritur ndaj dikujt. Shëndeti. Kujdesuni për lodhen mendore. Pak kohë për veten është e nevojshme. Këshill, mos tentoni të bëni gjithçka për një herë. Fokusoni në prioritetet. Demi, puna. Do të ndjeni të vendosur për të realizuar një projekt që e keni lënë pezull. Sot është dita juaj. Dashuria. Një bisedë e thellë do të sjellë qartësi në marrëdhënie. Beqarat do të kenë një ditë të qetë, por reflektuese. Shëndeti. Fokusoni në një dietë të shëndetshme. Mos e neglizhoni trupin tuaj. Këshill, besoni më shumë në intuitën tuaj. Binjakët. Puna. Një bashkëpunim i ri mund të hapë dyert të papritura për ju. Tregoni të hapur. Dashuria. Sharmi juaj është në maksimum. Sot mund të lindë një flirt interesant. Shëndeti. Aktiviteti fizik do t'ju ndihmojë të çlironi stresin. Këshill, mbani një ekuilibër mes fjalëve dhe veprimeve. Gaforria. Puna. Kjo është një ditë ideale për të përfunduar detyrat të mbetura. Do të ndiheni më të lehtësuar. Dashuria. Emocionet janë të thella sot. Nëse jeni në një lidhje, përpiqu të jeni më të hapur. Shëndeti. Gjendja emocionale ndikon në trupin tuaj. Praktikoni qetësim mendor. Këshill, mos e lini frikën të kontrollojë veprimet tuaja. Luani. Dita sjell një mundësi për të shfaqur aftësitë tuaja në mënyrë kreative. Dashuria. Është koha për të rikthyer pasionin. Një surprizë romantike mund të ndryshojë gjithçka. Shëndeti. Mbani një ritëm të qëndrueshëm. Mos u shteroni në kërkim të përsosmërisë. Këshill, lërni krenarin më njanë kur vjen fjala për ndjenjat. Virgjëresha. Puna. Fokusoni në organizim dhe detaje. Do të ndiheni më të sigurt nëse gjithçka është në rregull. Dashuria. Të dashuruarit kërkojnë stabilitet. Beqarët mund të ndjejnë nevojën për një lidhje më të thellë. Shëndeti. Stresi mund të ndikojë në stomak. Kujdes me ushqimin. Këshill, jepini vetes pak më shumë mirëkuptim. Nuk mund të kontrolloni gjithçka. Peshorja. Puna. Sot do t'ju duhet të bëni një zgjedhje të rëndësishme. Mos nxitoni, merrni kohën tuaj. Dashuria. Harmonia në çift është e mundur vetëm nëse flisni hapur për ndjenjat. Beqarat të tregohen të sinqert me veten. Shëndeti. Kërkoni qetësi shpirtërore, meditim ose ecje në natyrë që mund të ndihmojë gjithçka. Këshill, mos sakrifikoni veten për të kënaqur të tjerët. Balancë mbi gjithçka. Akrepi. Puna. Intuita juaj është e fortë. Besoni në ndjesitë tuaja kur merrni vendime. Dashuria. Sot është dita ideale për të hapur zemrën dhe për të thyer heshtjet. Shëndeti. Mund të ndiheni të lodhur emocionalisht, jepini kohë vetes për reflektim. Këshill, nuk është dobësi të tregohesh i ndjeshëm, është forcë. Shigjetari. Puna. Idetë tuaja janë të guximshme. Mos keni frikë t'i ndani me të tjerët. Dashuria. Mund të lindë një dëshirë për aventura të reja. Lidhjet e afatgjata kërkojnë më shumë përkushtim sot.
Shëndeti, energjia është në rritje, por mos shpenzoni pa kontroll. Këshill, ndonjëherë duhet të ndalosh për të kuptuar drejtimin e duhur. Britsjapi. Puna, sot jeni më ambicios se zakonisht. Koha është e mirë për të ndërmarrë hapa të mëdhenj. Dashuria. Partneri mund të ketë nevojë për më shumë vëmendje. Mos e merrni për të mirëqenë. Shëndeti. Stresi mund të ndikojë në shpatulla dhe në qafë. Bëni ushtrime relaksuese. Këshill. Qëndroni të vendosur për mos harroni të jeni të butë. Ujori. Puna. Do të shfaqet një mundësi për të nisur diçka ndryshe. Mos hezitoni ta eksploroni. Dashuria. Emocionet e papritura mund të ndihmojnë në dinamikën e çift. Beqarët mund të njihen me dikë interesant. Shëndeti, rritni kujdesin ndaj shëndetit mendor. Shkëputuni pak nga teknologjia. Këshill, ndonjëherë për të ecur përpara, duhet të ndryshosh këndvështrimin. Peshqit. Puna, sot mund të ndiheni të hutuar. Bëni një pushim të shkurtër dhe riorganizoni. Dashuria, dita kërkon ndjeshmëri dhe mirëkuptim. Mos e merrni gjithçka personale. Shëndeti, kujdes me mungesën e gjumit ose konsumimin emocional. Këshill, bëhuni miq me ndjeshmërinë tuaj, është thesari juaj më i madh. Yjet flasin, por jeni ju ata që vendosin si do të jetoni. Sot merrni çdo fjalë që dëgjuat dhe përdorni si udhërrëfyes dhe jo si kufizim, sepse forca më e madhe nuk qëndron tek ajo që thon yjet, por tek mënyra se si ju e përdorni dritën e tyre për të ndriçuar shpirtin tuaj. Na ndiqni për më shumë udhëtime përmes qiellit dhe mos harroni, çdo ditë është një mundësi e re për të qenë vetvetja. Deri herën tjetër, qëndroni ndritshëm.